elektorati kosovar i ka dënuar të gjitha subjektet politike. Pra me mos daljen e tyre me rreth 200.000 votues, kjo e tregon qartë frustrimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës me politikat e ndjekura nga të gjitha subjektet politike që janë pjesë e Parlamentit Kosovës. Pra duke filluar nga vetëvendosja si forca kryesore e pastaj edhe me forcat e tjera ish opozitare, të cilat u dënuan nga qytetarët. Pra unë këtë dënim e vlerësoj si një dënim në heshtje nga elektorati i Kosovës. Pra dhe unë mendoj se subjektet politike edhe liderët tanë politik duhet që ta vënë gishtin kokës dhe të mendojnë mirë e të mos bëjnë politikat të tilla që të shkojmë edhe një herë në zgjedhje, pra të japin fund gërqit politik, të ulen dhe të gjejnë një konsenzus në mes të forcave politike për të arritur dhe për të krijuar institucionet e Republikës së Kosovës, se në të kundërtën në zgjedhjet e ardhshme ndoshta nga 200.000 numri atyre që nuk do të dalin për të votuar, ndoshta mund të shkojë edhe në 500.000. E pastaj nuk e di se për kënd do të votohen dhe nga kush do votohen. Pra ky ishte një mesazh i parë i qartë nga elektorati. Pra në këtë pikë u dënuan të gjitha sipas numrit të votave. Më së tepërmi është në këtë rast është dënuar divizja vetëvendosje, pasi që edhe ishte forca kryesore politike, ishte forcë që kishte 51% dhe hoqi dorë nga qeverisja, vetëm për të shkuar në zgjedhje dhe për të marrur të gjitha funksionet në dorë.